Horoskopi ditor, e mërkur 4 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit, 4 qershor 2025. I dashur dash, kjo është një ditë për vetanalizë dhe planifikim strategjik. Hëna përputhet me Marsin, duke ju nxitur të rishikoni qëllimet tuaja personale dhe profesionale. Reflektoni mbi vendimet e kaluara dhe se si ato përputhen me aspiratat tuaja të ardhshme. Ju jeni të motivuar dhe të përqendruar. Prandaj përfitoni nga kjo nxitje energjike duke u marrë me detyrat që i keni shtyrë. Megjithatë, mos lejoni që padurimi t'ju turbullojë gjykimin. Bisedat e rëndësishme mund të sjellin qartësi. Prandaj jeni të hapur për dialog, veçanërisht me kolegët e ngushtë. Financiarisht është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin tuaj dhe për të bërë rregullimet e nevojshme për të siguruar stabilitet. Emocionalisht kërkoni momente vetmije për t'u rimbushur, pasi aktivitetet shoqërore mund t'ju shterojnë në vend që t'ju energjizojnë sot. Mos harroni të balanconi ambicien me durimin. Në çështjet e dashurisë, përqendrohuni në thellimin e lidhjeve me sinqeritet. Energjia juaj mund të jetë e lartë, por praktikimi i durimit do të jetë çelësi. Mbështetuni në realitet dhe yjet do t'ju udhëheqin rrugën drejt suksesit. Horoskopi ditor i Demit, 4 qershor 2025. Demi, është koha për të përqafuar ndryshimin dhe fleksibilitetin. Rreshtimi i Venusit me Uranin ju inkurajon të mendoni jashtë kornizave. Kërkoni zgjidhje të pazakonta për sfidat në punë. Kjo sinergji kozmike nxit kreativitetin, duke e bërë atë një ditë ideale për artistët dhe ata në fushat krijuese. Financiarisht merrni në konsiderat strategji të reja investimi, por sigurohuni që të bëni kërkime të plota për të shmangur rreziqet. Në frontin personal, mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të çliruar nga rutinat. Dëgjoni këto nxitje, pasi ato mund të çojnë në transformime pozitive. Jeta dashurore ka mbledhur intensitet, duke ju shtyrë drejt shprehjeve të sinqerta të ndjenjave. Komunikoni hapur me partnerin tuaj për të rritur mirëkuptimin dhe intimitetin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të nxjisë një romancë të re. Sa i përket shëndetit, qëndroni aktiv dhe integroni praktika të reja fitnesi për të ruajtur ekuilibrin. Shfrytëzimi i kësaj energjie dinamike mund të çojë në rritje të konsiderueshme personale dhe mundësi të papritura. Qëndroni me ndje hapur dhe yjet do t'ju udhëzojnë. Horoskopi ditor i binjakëve, 4 qershor 2025. Përshëndetje binjak, dita e re kërkon fokus dhe vendosmëri. Ndikimi i Mërkurit nxjerr në pah komunikimin dhe ndjekjet intelektuale. Është një ditë e shkëlqyer për të angazhuar në projekte që kërkojnë mendim kritik. Mund të përjetoni një rritje të ngarkesës së punës, prandaj prioritizoni detyrat për të ruajtur efikasitetin. Bashkpunoni në vend që të kryeni shumë detyra njëkohësisht për të shmangur mbi ngarkesën. Financiarisht, eksploroni rrugët për diversifikimin e të ardhurave. Mundësi interesante mund të vinë përmes zgjerimit të rrjeteve. Kërkoni këshilla nga ekspertët për vendimet e investimeve për të siguruar sigurinë. Në frontin personal, energjizoni veten përmes bisedave kuptimplote me të dashurit. Ndërveprimet shoqërore favorizohen, duke nxitur lidhje dhe mirëkuptim më të thellë. Romanca mund të kalojë në plan të dytë për shkak të angazhimeve profesionale, por gjeni kohë për biseda të përzemërta me partnerin tuaj. Binjakët beqar mund të gjejnë lidhje interesante përmes ngjarjeve shoqërore, duke zbuluar perspektiva të mundshme afatgjata. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, por sigurohuni që të pushoni mirë për të ruajtur vitalitetin. Besoni në shkatësinë tuaj dhe shijoni ritmin dinamik të ditës. Horoskopi ditor i Gafores, 4 qershor 2025. Gafore, është një ditë për kreativitet dhe eksplorim emocional. Me hënën në shenjën tuaj, qartësia emocionale do të udhëheqë veprimet tuaja. Njohuritë intuitive ju ndihmojnë të adresoni çështjet personale të mbetura. Përqafojeni këtë për të lundruar në për dinamikat ndërpersonale me empati dhe mirëkuptim. Profesionalisht merrni në konsiderat ndjekjen e aftësive ose kurseve të reja. Kjo do t'ju hap dyert për mundësi të paparashikuara. Financiarisht këshillohet kujdes, rishikoni nga afër shpenzimet tuaja dhe shmangni shpenzimet impulsive. Ngrohtësia juaj emocionale tërheq njerëzit. Megjithatë, sigurohuni që të vendosni kufi për të mbrojtur energjinë tuaj. Të dashurit kërkojnë praninë tuaj edukuese, duke ofruar një shans për të forcuar lidhjet familjare. Beqarët mund të ndjejnë një rritje romantike. Ndiqni këto instinkte me kujdes. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në kultivimin e mirëqenies suaj emocionale. Kjo ndikon ndjeshëm në shëndetin tuaj fizik sot.
Përfshini teknika meditimi ose relaksimi për të ruajtur paqen e brendshme. Duke nderuar njohuritë tuaja emocionale dhe duke vendosur qëllime të qarta, energjitë kozmike do të mbështesin udhëtimin tuaj. Horoskopi ditor i Luanit, 4 qershor 2025. Luani, më 4 qershor 2025, është një kohë për reflektim dhe strategji për lëvizjet tuaja të ardhshme. Energjia e diellit ju nxit të keni humor të mirë, duke ju nxitur të shfaqni aftësitë tuaja udhëheqëse. Kapni këtë mbështetje kozmike për të çuar përpara detyrat që kanë ngecur. Projektet krijuese do të shohin një val frymëzimi. Lejojini vetes të shpreheni lirshëm duke shfaqur idetë tuaja inovative. Mjediset profesionale do t'i përgjigjen pozitivisht entuziazmit tuaj. Në aspektin shoqëror, karizma juaj tërheq vëmendjen, rrjedhëzimi mund të çojë në aleanca të dobishme. Në frontin personal, ekuilibri është thelbësor. Kalimi i kohës me familjen dhe miqt rigjallëron shpirtin tuaj. Stabiliteti financiar kërkon një analizë të kujdesshme të investimeve tuaja aktuale. Eksploroni mundësitë me kujdes para se të zgjeroni portofolin tuaj. Në dashuri, thelloni lidhjen tuaj përmes komunikimit të vërtetë. Për beqarët, tubimet shoqërore mund të ofrojnë perspektiva të mundshme romantike. Sa i përket shëndetit, mbani një rutinë që balancon aktivitetin me relaksimin. Shfrytëzimi i kësaj shtyse drejt veprimeve të qëllimshme do të vendosë një ton pozitiv gjatë gjithë ditës suaj. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 4 qershor 2025. Virgjëresha thekson ekuilibrin dhe vetanalizën e menduar mirë. Pozicionimi i Mërkurit inkurajon përpikërinë në përfundimin e detyrave. Prioritizoni përgjegjësitë bazuar në urgjencë dhe rëndësi. Profesionalisht, përqendrohuni në komunikim. Qartësia në shprehjen e ideve do të rrisë bashkëpunimin. Nëse po merrni në konsiderat ndryshime në karrierë, sot ofron perspektiva të reja, qëndroni të hapur por të qëllimshëm. Mund të lindin biseda financiare. Angazhohuni në një buxhet të kujdesshëm për të siguruar stabilitet afatgjat. Në frontin personal, shmangni analizimin e tepërt të ndërveprimeve. Ndonjëherë thjeshtësia forcon marrëdhëniet. Të dashurit e vlerësojnë vëmendjen tuaj ndaj detajeve. Por mos harroni të jepni hapësirë kur është e nevojshme. Romanca përfiton nga aktet e mirësisë dhe empatisë së vërtetë. Ushqejini këto ndjenja me gjeste të përzemërta. Virgjëreshat beqare mund të gjejnë lidhje joshëse përmes njohjeve të ndërsjella, duke premtuar shkëmbime harmonike. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat aktivitetin e rregullt fizik për të lehtësuar stresin. Një dietë e ekuilibruar ndihmon në ruajtjen e energjisë, duke plotësuar ndjekjet energjike. Duke e parafruar natyrën tuaj të përpikt me energjitë kozmike, mund të përballoni sfidat e sotme pa probleme. Horoskopi ditor i Peshores, 4 qershor 2025. Peshorja ka të bëjë me ekuilibrin harmonik dhe rivendosjen e paqes në sferën tuaj. Venusi inkurajon marrëdhëniet ushqyese. Përqendrohuni në kompromis dhe mirëkuptim në ndërveprime. Në punë, puna në grup lulëzon sot. Përshtatni qasjen tuaj për të marrë në konsiderat perspektiva të ndryshme. Ky bashkëpunim zbulon zgjidhje të reja dhe forcon lidhjet profesionale. Financiarisht, rishikoni asetet e përbashkëta për të siguruar rregullime të barabarta. Marrëdhëniet personale mbështeten në aftësitë tuaja diplomatike. Nxisni dialogje të hapura dhe praktikoni empatinë për lidhje të thelluara. Dinamika romantike kërkon shqyrtim të kujdesshëm të nevojave të partnerit tuaj së bashku me dëshirat tuaja. Harmonia rritet përmes respektit të ndërsjellë. Peshoret beqare tërheqin vëmendjen, duke paraqitur mundësi të reja për eksplorim romantik. Sa i përket shëndetit, praktikoni aktivitete të vetëdijes për të përmirësuar mirëqenien tuaj. Aktivitetet fizike që nxisin qetësinë, si yoga ose tai chi, fuqizojnë mendjen dhe trupin tuaj. Ekuilibri është parësor. Duke zbutur peshoren tuaj me mirëkuptim dhe mirësi, do të lundroni në energjitë e sotme me hir dhe qetësi, duke nxitur një mjedis paqësor përreth jush. Horoskopi ditor i Akrepit, 4 qershor 2025. Akrepi thekson transformimin dhe qartësinë e sapo gjetur. Rreshtimi i Marsit dhe Plutonit intensifikon dëshirën tuaj për ndryshim, qoftë personal apo profesional. Është një ditë e fuqishme për ristrukturimin e rutinave, duke nxitur fillime të reja. Kanalizoni këtë këmbëngulje në projekte që kërkojnë inovacion. Do të gjeni zgjidhje të papritura. Financiarisht, vlerësoni burimet e të ardhurave dhe eksploroni investime që premtojnë rritje. Por vazhdoni me hapa të llogaritur.
Dinamika ndërpersonale kërkon vëmendje. Bisedat e sinqerta me të dashurit do të nxisin transparencën dhe besimin. Romanca përfiton nga intimiteti. Thelloni lidhjet përmes kohës kuptimplote të kaluar së bashku. Akrepët beqar duhet të besojnë instinkteve të tyre kur takojnë njerëz të rinj. Partnerët potencial shfaqen aty ku pritet më pak. Për të ruajtur ekuilibrin, jepni përparësi mirëqenies përmes ushtrimeve, meditimit ose shëtitjeve në natyrë. Energjia juaj transformuese është e fuqishme, por rregullojeni atë për të parandaluar lodhjen. Duke përqafuar ndryshimin dhe duke inkurajuar kuptimet intime, ju përputheni me të vërtetat kozmike, duke hapur shtigje drejt rritjes dhe përmbushjes së rëndësishme personale. Horoskopi ditor i shigjetarit, 4 qershor 2025. Shigjetari, ju inkurajoheni të eksploroni të panjohurën. Ndikimi i Jupiterit nxit kuriozitetin dhe guximin. Sot aventurohuni në territore të reja, qoftë në të mësuar apo në aventura fizike. Mundësitë profesionale për udhëtime ose iniciativa arsimore premtojnë rritje, merrni ato seriozisht. Perspektivat financiare burojnë nga sipërmarrjet bashkëpunuese. Prandaj angazhohuni me individ me të njëjtat mendje që inkurajojnë vizione të gjera. Në një nivel personal, kërkoni momente që zgjerojnë perspektivën tuaj, qoftë përmes artit, letërsisë apo ndërveprimeve kulturore. Dashuria rritet në vende jo konvencionale. Jini të hapur ndaj përvojave spontane me partnerin tuaj, duke nxitur lidhje më të thella. Beqarët mund të gjejnë dashuri në mjedise aventureske. Lejoni që zemra juaj t'ju udhëheqë eksplorimet. Sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete fizike që ndezin ndjenjën tuaj të aventurës. Kjo rrit vitalitetin si fizik ashtu edhe mendor. Kozmosi mbështet kërkimin tuaj për njohuri dhe përvojë. Duke përqafuar këtë dëshirë për të udhëtuar, pasuroni jetën tuaj me takime të larmishme, duke nxitur një ndjenjë potenciali të pakufizuar dhe zbulimi të gëzueshëm. Horoskopi ditor i Briciapit, 4 qershor 2025. Briciapi përqendrohet në forcë dhe këmbëngulje. Pozicioni i Saturnit thekson disiplinën dhe strukturën, duke ju nxitur të forconi themelet brenda projekteve dhe marrëdhënieve personale. Përballuni me detyrat e punës me përkushtim dhe saktësi. Këmbëngulja juaj njihet dhe admirohet. Planifikimi financiar shpërblehet. Vlerësoni kursimet dhe investimet aktuale për të siguruar sigurinë afatgjatë. Në frontin personal, përforconi lidhjet familjare duke u angazhuar në biseda dhe aktivitete kuptimplote që nxisin bashkimin. Romanca lulëzon në stabilitet. Shprehni vlerësim përmes gjesteve praktike dhe mbështetjes së menduar. Beqarët mund të hasin perspektiva premtuese në mjedise të njohura, ku interesat e përbashkëta inkurajojnë lidhjet natyrore. Nga ana shëndetësore, mbajtja rutinave ndihmon në menaxhimin e stresit, duke siguruar qëndrueshmëri fizike. Ushqyerja dhe ushtrimet luajnë role kyçe në ruajtjen e niveleve tuaja të energjisë. Duke kanalizuar natyrën tuaj këmbëngulse dhe duke ruajtur fokusin, ju përshtateni me energjitë e ditës, duke hedhur themelet për sukseset e ardhshme. Besoni në aftësitë dhe qëndrueshmërinë tuaj për të përballuar sfidat pa probleme. Horoskopi ditor i Ujorit, 4 qershor 2025. Ujori është një ditë për përparime inovative dhe ndërveprime shoqërore. Ndikimi i Uranit rigjallëron vizionin tuaj krijues, duke ju inkurajuar të qaseni sfidave me perspektiva të reja. Profesionalisht, është një kohë për të mbrojtur idetë dhe projekte që pasqyrojnë qasjen tuaj unike. Mundësitë financiare lindin përmes sipërmarrjeve bashkëpunuese. Jini të guximshëm në ndjekjen e tyre. Shoqërisht, sharmi juaj tërheq njohje interesante, duke ofruar shanse për rrjedhim që mund të çojnë në përfitime të konsiderueshme. Marrëdhëniet mund të kërkojnë fleksibilitet. Praktikoni mirëkuptimin për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje. Lidhjet romantike thellohen përmes përvojave të përbashkëta. Beqarët mund të gjejnë interesa të reja përmes aktiviteteve në grup ose tubimeve shoqërore. Sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete që promovojnë pretësinë mendore dhe relaksimin, si enigma ose meditim. Duke përqafuar shpirtin tuaj inovativ dhe duke u përqendruar në bashkëpunimin e ndërgjegjshëm, energjitë kozmike mbështesin përpjekjet tuaja. Besoni në intuitën tuaj për t'ju udhëhequr përmes mundësive, duke nxitur rritjen dhe eksplorimin krijues gjatë gjithë ditës. Horoskopi ditor i Peshqve, 4 qershor 2025. Peshqit flet për lidhje të dhëmshura dhe njohuri intuitive. Udhëzimi i Neptunit rrit empatinë tuaj,
duke e bërë atë një ditë të përsosur për të kultivuar marrëdhënie dhe lidhje komunitare. Profesionalisht, kreativiteti juaj është shumë i kërkuar. Përdoreni atë për të zgjidhur probleme ose për të filluar projekte artistike. Financiarisht, optimizmi i kujdesshëm shpërblehet. Besoni instinkteve tuaja, por vërtetoni vendimet e mëdha. Marrëdhëniet personale lulëzojnë nga dëmshuria. Angazhohuni në aktivitete që nxisin empatinë dhe mirëkuptimin. Beqarët mund të zbulojnë se bisedat me zemër të hapur çojnë në perspektiva të reja romantike. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi relaksimit mendor dhe praktikave shpirtërore që rrisin harmoninë tuaj të përgjithshme. Aktivitete që nxisin mirëqenien emocionale, si mbajtja e një ditari ose kalimi i kohës në natyrë, janë të dobishme. Duke dëgjuar zërin tuaj të brendshëm dhe duke u lidhur me të tjerët në një nivel empatik, ju harmonizoheni me energjitë kozmike që ju udhëzojnë drejt një kuptimi më të thellë dhe përvojave të pasuruara. Lëreni intuitën tuaj të drejtojë kursin tuaj, duke sjellë ekuilibër dhe përmbushje në ditën tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.